Shejtani alehilane e ka një kurth të veçantë tjetër që duhet me pas kujdes që mos mu përly. Kur don të pendohesh muslimani, shejtani ndëgjon me vëmendje thot nesër. Kur dush mi a thon, më thon dikush hajde ja nismi më fal, nesër. Kur thush hajde ta lësh alkoolin, nesër. Le punën e keqe, nesër. Nesër. O vëllezër, dikujt na kjo nesër asnjëherë si ka përfunduar që 50 vjet. Fjala nesër është nga shejtani. Ti nuk pyetësh për nesër, ti pyetësh për sot. A je fal sot? Jo, a je fal nesër. Për a je fal nesër s'ki përgjithësi para Allahut. A je kanë hoxh, pse be nuk shkon me vllai dashën haxh 30 vjet në pushim. Edhe si vjet veç këtë projekt abitisi ta na ka me shkon haxh. Kjo është projekt shejtani. Allah i ta merr shpirtin dhe nuk shkon. Kemi kësi raste shumë. Vdiç vllai jon, si vjet, nuk u kanë haxh, Allah ja fal gjinohet. Këtë dynjan e ka hec, ama miliona dhe shnet ka pas. Allah i çish ka me dal. Ajo është hutuati shejtan. Ai ka ndjek hapin e shejtanit. Vezvesen se i ka pas 1 milion, nuk ndesh 1.200.000 mi bë. Se nuk shkohet në xhenet pa i pas 1.200.000. Në xhenet shkohet edhe me zero matematik. Kur kush nuk vet sa mall ki në dynjë. Çfarë shtëpi e pate, sa e vlad i laje, çka morë me vete, ai morë haxhin, namazin, ibadetin. Mos e ndjek, mos thuj nesër, dikujt nuk i përfundon nesër 50 vjet jetë nesër. 50 vjet nesër. Fjala nesër është nga shejtani alehilane. Prandaj këshillat e shejtanit janë thot nesër. A don me bë tobe? Nesër. Nesër ka me lanë zinon. Nesër ka me lanë këtë punë. Nesër ka me lanë. Kjo fjalë është nga shejtani. Besimtari që nuk e ndjek rrugën e shejtanit thot tash për momentin, më një herë lash këtë punë.